Mirë se vini. Ne do të fillojmë tashmë një udhëtim jo fort të zakonshëm. Edhe për mua, po edhe për skuadrën do jetë një udhëtim jo fort i zakonshëm, sepse është ora 6 të mëngjesit dhe ne do të nisemi për në Bullgari. Çfarë do të ketë atje? Paçka se ka një atmosferë feste, edhe ndërkohë nga ana tjetër ja ndihen këto dritat festive, jo dhe kaq shumë në fakt, po këtu nga mbrapa kemi flamurin ton kombëtar, sepse jam në qendër të Ministrisë së Mbrojtjes dhe do të shkojmë atje, ku do t'jetë edhe toga prej 30 personave e shqiptarëve, të cilët ende në këtë periudhë festash nuk kanë takuar familjarët e tyre. Kështu që unë do të jem pjesë e gjithë kësaj eksperience për t'ua treguar edhe ju dhe për të marrë gjithë emocionet, po edhe për të kuptuar nga ky mision i jashtëzakonshëm ku 30 persona vazhdojnë në bazën ushtarake të NATO-s në Bullgari. E nisim udhëtimin, atje kemi grupin gati, kemi sigurisht skuadrën e Ministrisë së Mbrojtjes, po edhe skuadrën të familjarëve që do të jenë surpriza më emocionuese e këtij udhëtimi shtator. O vllai si e kanë? Ronaldo. Po ju kë keni? Të fejuar, motrën ushtarake. Po ti vet? Ti pas ke bërë thonjë? Jemi në një tjetër moment ndalimi, është momenti i pushimit sepse kemi patur rrugë të gjatë, gati më shumë se sa 12 orë që jemi duke vozitur, sigurisht ka patur momente ndalimi, aq më tepër kur jemi një grup të madh si ky sot. Siç e keni kuptuar, kemi eskortën e policisë e cila po na shoqëron, sepse tashmë kemi kaluar në pikën kufitare të Bullgarisë dhe është përgjegjësi e shtetit bullgar në këtë vizitë zyrtare. Ndërkohë familjarët janë ambientuar me njëri tjetrin dhe vazhdojnë pulsojnë ende dritat e neonta blu të kuqe që tregojnë që kjo eskort është grup nga Ministria e Mbrojtjes shqiptare për vizitën. Vazhdojmë një eksperiencë ndryshe. Jemi zgjuar, është herët, po është herët për të shkuar në fakt në Novo Selo, këtu ku jemi ne. Jemi mbledhur pikërisht për të shkuar në bazën e trajnimit të NATO-s, aty ku kemi edhe togën tonë prej 30 shqiptarësh, këta janë familjarët. Një nga ta është edhe një nga çunat që ka vllajën aty, kështu që do jetë momenti i takimit, ë? Normal. Momenti Sa kohë ke takuar vllajën? U bë 5 muaj gati. U bë 5 muaj. Po, është misioni i parë me kohë zgjatje më të madhe, se ka bërë trajnime të tjera si në Gjermani, Turqi, dhe ndryshe ku i kanë caktuar trajnimet për stërvitje. Shumë e lumtur. Na janë bashkangjitur në grup sigurisht që të gjithë. Kemi grupin e Ministrisë së Mbrojtjes. Patjetër, ata kanë qenë gjatë gjithë kohës në udhëtim, unë ua kam treguar, po sot kanë dhe uniformën e tyre ushtarake, që është një uniform që u jep shumë dinjitet. Por gjithashtu na është bashkangjitur ambasadorja e Shqipërisë në Bullgari, kemi atashehun, gjithashtu ushtarak që na është bashkangjitur. Kështu që gjithë skuadra është bërë plot. Ministri gjithashtu do të jetë në takimin e tij zyrtar atje, po mbi të gjitha unë do të kem momentin që takoj togën tonë. Shqiptarët të cilët janë atje, një grup prej 30 vetash, jemi në zonën më të rëndësishme për sa i përket edhe grupit të NATO-s, pra bazës së saj, sepse në Europën lindore kjo është pjesë shumë e rëndësishme, është pikë kyçe. Kështu që jam gati për të shkuar në pikën kulminante të kësaj eksperiencë.
Ky është edhe momenti i parë i takimit të familjarëve, sigurisht me grupin e ushtarakëve atyre e togës për 30 personave, dhe siç e pat, momenti i takimit zyrtar edhe të ministrit bashkë me njësinë shqiptare, të cilat janë këtu në NATO. Tani është ai momenti i batutave me njëri tjetrin, pak shkrirjes së akujve, sepse të gjithë janë në qëndrimin ushtarak, po ndërkohë tashmë fillon biseda edhe besoj të gjithë do të ulen edhe në tryezë për të bërgëzuar me njëri tjetrin. Besoj gjatë rrugës do kemi edhe biseda të tjera, se çfarë ndodh këtu brenda. Shumë kënaqësi që të mund të kaloj disa çaste me ju, me familjet tuaja, pavarësisht një udhëtimi pak të mundimshëm për ta, por realisht e kishim me shumë dëshirë të kalonim disa momente festive me ju. Kështu që gëzuar të gjithëve. Më vjen mirë që në masën më të madhe vini për herë të parë në një mision si ky, dhe është padyshim një kërkesë e hershme e mbar forcave tona që të angazhohen sa më shumë në për misionet të NATO-s të BE-s. Pak më parë pata mundësinë që të bisedoja edhe me komandantin e grup batalionit. Takova Jetmirin, se të motrën e tij e kisha takuar që gjatë rrugtimit dhe më në fund të dy u takuat për festa. Sa kohë kishit Jetmir që nuk kishit takuar? Bëhen afërsisht 3 muaj që nga vizita që kishim, leja që kishim dhe u kthyem në Shqipëri për të takuar familjarët. Vllai, si duket kështu si ushtar? Shumë mirë. Kep një lloj krenarie? Patjetër. Ka një lloj krenarie. Keni qenë gjithmonë të lidhur me njëri tjetrin kështu? Edhe për shkak të moshës, Aha. kjo është 2 vite më vogël se unë. Kështu që keni qenë afër me njëri tjetrin, ëh? Jemi rritur si shok më shumë se sa si motrë dhe Ja, si të zhduk në këto 2 vite ushtrimit? Realisht ishte një eksperiencë e bukur, një pasion që e kam pas në qenë vogli, kur shihja forcat e armatosurat, e kisha si synim të isha një ditë pjesë e tyre, më në fund mu dha mundësia, ja arrita, mu dha mundësia edhe ta përfaqësoj Shqipërinë në shumë stërvitje jashtë vendit, por edhe kjo që ishte misioni Ke në patur Bullgari. edhe herë të tjera, ke patur edhe misione të tjera. Jo misione, por stërvitje në Gjermani dhe në vende të tjera të Ndërsa NATO-s. këtu, domethënë, në mënyrën se si ti shprehesh, këtu je gati për çfarë do lloj gjëje që ndodh, se ju jeni gardianët, ju jeni rojtarët e parë. Që nga dita që unë kam bërë betimin si ushtari i Republikës Shqipërisë, si pjesë e forcave të armatosura, normalisht që kam lënë me një anë gjithçka dhe i përkushtohem vetëm forcës armatosur. E bukur shumë. Ka dërguar ndonjë mesazh familje që duhet t'i jepje vllajt? Çfarë tha mami? Pjoreja Krishtlindjet kështu përballë për ballë, po përqafoja shumë, pasi pallja shumë e madhe atje. Po nëna me babain kanë kohë që s'kan parë, edhe ata po një lloj sa motra? Tani, babai po bën gati 4 vite që nuk jeton, edhe ne në familje jemi unë, mami dhe motra, kjo vogla. Motrën e madhe kemi të martuar dhe një vëlla që është në emigracion për shumë vite. Kështu që jeni vetëm ju të tre me njëri tjetrin. Në shtëpi kam vetëm mamin edhe motrën. Po nëna çfarë ka thënë për kur u zgjodhe, kur ti the që do të bëhesh ushtar? Jo vetëm mama, po gjithë familjarët e mi më kanë mbështet në gjitha ëndrat ose dëshirat që unë kam pas gjatë jetës sime. Edhe kanë qenë një mbështetje e madhe për mua. Por mesazhi i mamës ishte thjesht ky. Kujdes veten birë edhe tu priste mbara. Shumë e bukur. Ju falenderoj shumë. Tani ikni shijoni pak të kohën tuaj se unë bëj intervistat e mia këtu për të marrë Faleminderit emocione. juve. Faleminderit ju. Gjatë fjalimit të tij ai ju referua grupit si gardianët e zjarrt të detit të zi. Ishte shumë e bukur në fakt mënyra se si ju referove dhe më mbeti dhe mua për shtypje. Sepse ju jeni të parët që mbroni në një rast në çdo rast rreziku, ne jemi të parët që reagojmë dhe duhet të mbajmë këtu të vijën e Europës juglindore për 3 ditë dhe pastaj zëvendësohemi nga forcat e tjera. Sa kemi ne nga Shqipëria? Këtu jemi 30 veta që operojmë dhe e merremi gjatë gjithë kohës me stërvitje dhe përgatitemi për çdo rast rreziku dhe kërcënimi që mund të na vijë nga agresorët. Po si ka qenë si eksperiencë? Eksperjenca ka qenë shumë e bukur.
Kemi pas bashkëveprime me gjithë trupat e huaja, këtu ka shumë trupat huaja. Sa po kishe pa i parë prindit? Unë takova nënën dhe babain. Kisha 5 muaj. 5 muaj, po. Është hera e parë që qëndron kaq larg nga ata? Jo, unë kam pasur edhe trajnime të tjera jashtë vendit, me 6 muajore, por Ata unë e ndjeja që kishin një lloj, domethënë, adhurimit jashtëzakonshëm për ty, po edhe vlerësimi për faktin që ti ishe ushtarak. po. Edhe babai më tregoi që keni patur pranë në familjen tuaj jo ushtarak, mirëfilli, po kanë qenë Po, ka pjesë e grupit. Ka pasur. Dhe po, kjo ideja ime që të bëhesh ushtarak, do të thonë, unë ka pëlqyer gjatë gjithë kohës, edhe punën time e bëj me shumë pasion. Unë jam nga Regjimenti i Operacioneve Speciale, Batalioni Komando, por këtu drejtoj kontingjentin e Veriut, e Regjimentit të Kombësisë Veriut. Po dakord, në pozicionin që ti ke në Shqipëri, nëse ndodh një situatë lufte, Tash ushtarakët janë përgatitur për çdo rast. do vazhdojmë në bisedat e mia të tjera. Jam me komandantin Blondi Medi, i cili sa vite të bën tashmë që je në ushtri? Unë kam 5 vite në ushtri, 5 vite. 3 vite shkollë dhe 2 vite që jam në punë. Ke patur në një familjar që ka qenë në ushtri? Apo? Jo, asnjëherë. Familjar. Do me thënë ti je i pari në familjen tënde që je përkushtuar ushtrisë. Unë jam i pari. Po para se të vinim mision ne ishim edhe në stërvitje në Gjermani. Ke qenë qëndruar për larg. Po, përsëri larg, do me thonë ky vit na shkoi larg familjes, larg njerëzve tonë. Është hera e parë që e feston, i kalon festat larg familjes? Po, Hera e parë, era e parë. Kështu që për ju është ndryshe, edhe surpriza e ardhjes familjarëve besoj ka qenë ndryshe. Po. Kjo është jeta ushtarake. Ti vetë nga je me origjinë? Unë jam shkodran. Shkodran. Tana i ban. Nga Bërdica Shkodrës. Nga Bërdica Shkodrës, edhe ti Tana i ban domethënë. Tana. Morën flamurin, tashmë bashkangjiten që të gjithë për foton zyrtare të festave, sepse është një moment i jashtëzakonshëm i vitit. Bashkangjiten dhe familjarët, apo jo? Bashkangjiten dhe familjarët, kështu që bëhemi të gjithë bashkë. Kjo është toga jonë, ata të cilët janë në këtë mision të NATO-s në foton zyrtare, moment i jashtëzakonshëm me të gjithë grupin, me familjarët që kanë ardhur surprizë, kështu që është një moment i bukur. Bashkangjitet edhe grupi i cili ka udhëtuar nga Tirana me Rinaldon edhe Gjinin, janë të dy bashkë vëllezër, po që siç e pat nga video më shumë përqafoj shokun se sa vllajin. Normal. Pse normal? Si më shumë vllajin se më shumë shokun se vllajin me përqafu? Po e thashë shparë më duket këtë shprehjen se vllajin ta bën nana shokun e zgjedh vetë. E zgjedh vetë, edhe e zgjedh më të mirë se vetja. Vllajin e ke si më afër. Kurse me shokun i kam të dy një lloj, jam si vëllezër të dy. Patjetër, se unë të ngacmoj, jam Normal. ngacmoj ty. Sa vënta, ti vetë je ndër paktat vajza që je në grup apo jo? Si është për ty? Ti je pjesë e togës këtu në mision. Shumë mirë, ja kemi një kalbon shumë mirë. Kemi mësuar Sa vite ke në ushtri? 3. 3 vite, a? Ke ndonjë ushtarak në familje apo? Me të drejtën, jo, nuk kam, por thjesht dëshira. Dëshira e kishe me pasion. Vërtet? Çfarë ndodh nëse dikush nga ju plagoset? Si është rregulli? Duhet Rregulli është kështu që në moment që konstatohet plagosja, fillimi mund bëhet nëse aty ku është i plagosur, mund të jetë një terren që ti japësh ndihmën e parë. Ke mundësi ti që të japësh ndihmën e parë, mund të japësh direkt. Përndryshe bën tërheqjen e trupit ose bën evakuimin me çujt ndryshe, evakuimin e trupit, edhe bën edhe evakuimin e trupit, edhe bën edhe mbrojtjen. Domethënë bën mbrojtjen me zep. Shiko, ka mjek në... Po, çdo skuadër ka sanitarin. Ka sanitarin që është për dhënë rinim të shpejtë. Pastaj toga ka mjekun. Kush është këtu nga ju? Aja është, domethënë, mjeku i togës. Unë me rregull jam infermier i togës. Ti je infermieri i përligjit. Këtu, me i falë këtu, ne... Po mirë, pse jo infermier për shembull në një spital të zakonshëm, po infermier në togë edhe me mision në NATO? E kam pas gjithmonë që e pushtri. Cila është plagosja, kur them plagosja, ose rasti më i vështirë që ti je trajnuar për të dhënë ndihmë? Për ndihmë. Rasti më i vështirë, me thonë, janë plagë në pjesën e gjoksit, pjesën e krahërori dhe ka fazë. Janë pjesë më delikate, sepse këtu janë organet vitale. Patjetër. Pjesa e zemrës dhe mushkërisë. E di çfarë më bëri mua tjetër përshtypje këtu, ushqimi. Është gjithmonë ai perceptimi që ushqimi i ushtrisë
nuk është ushqimi i mirë, po këtu na dhan pasta me parmigiano. Po, realisht, këto ushqimet nuk janë për preferumet tona, po janë ushqimet që janë Ju duhen ju për tipike, që duhen për stërvitje. Po, bravo, Që janë patjetër. ushqime me vitamina, me proteina, me që të ushqet Karbohidrate dhe shëndetshme, po. Vesh shëndet. Ku do doje ti t'ishe me mision, mbas misionit këtu? Po tash se di, varet. Për koncept kam dëshirë edhe Kosovën, si Kosovën? patriot, kupton, sepse thellni na vlë pak gjaku për Kosovën, sepse jemi shqiptar. Po mirë, ja urojmë shqiptarëve të Kosovës edhe këtë periudhën e festave që t'i kenë Po, edhe ata sa më... shqiptarëve, kosovarëve, gjithë shqiptarë ku janë në mund botë. Tani, unë kam premisa me u bë për shembull ushtar, apo? Varet. Çfarë duhet bëj unë? Heq flokët i herë, t'i rroj kaçurrela. Mjekra është e para që duhet heq, ë? Po, Mjekra është e para. po do dallohet ushtaraku nga civili. Po, e vërtet është. Pastërtia është ajo që... Doni t'ja u them të vërtetën? Se nuk e nisa kështu reportazhin, po unë mora makinën e rrojës me vete, sepse kur nisa, ja, e din njerëzit që unë jam shumë i vërtet. Kur e nisa xhirimin e kam nis me mjekër dhe thash s'mund të shkoj se do duket shumë mungesë respekti me shku me mjekër më të gjatë. Kështu që erdha sot më tani frisk. S'kam çfarë të bëj unë, për çështje imazhi më duhet lej pak mjekër, ë? U kënaqa shumë që ju takova dhe ju uroj shumë shëndet edhe të kaloni bukur këtë festat e fundvitit edhe misione të mbara dhe të suksesshme gjithmonë. Faleminderit. Edhe faleminderit që i shërbeni atë dheut. Faleminderit. Po shumë fakt gatishmërinë e ushtarëve, ata pa çka se ne jemi këtu në sportivitetin ton për të bërë një bisedë bashkë, janë gjithmonë gatishmëri. Janë gjithmonë gati, është e vërtet, presin gjithmonë që të ketë mbaruar gjithë detyra përpara se të shpërndahen. Është moment shumë i veçantë në fakt dhe vendosëm që të vinim së bashku me familjarët sepse ky moment i festave është një moment që mund të shprehim dhe atë mirënjohjen për familjarët që kanë janë ajo forca e heshtur nga mbas, arsyeja pse shumë prej efektivëve tanë janë në mision, sepse është dhe një mundësi për të ndihmuar familjet, është një mundësi për të kontribuar më shumë. Si kemi përfshirjen, Piro, të rinjve në ushtri? 721 rekrut të rinj në 2025, shifër shumë e madhe, shifër rekord, dhe shumë e më shumë aplikant ke Akademia e Forcave të Armatosura, për 1600 vende, aplikant, vetëm 80 vende kuota, pra praktikisht raporti i interesit me mundësinë që kemi ne për të ofruar shumë më. Njerëzit në uniform janë larg cinizmit që ka ndonjëherë vota civile, e bëjnë punën me shumë pasion, me shumë çeltërsi dhe e përvetësojnë shumë sensin e misionit praktikisht. Qëllimi ynë është që të mos jemi hallka e dobët, jemi hallka e fortë, sado modeste nëpër masë. Të gjitha investimet që bëjmë, rritja e buxheteve, investimet kapital njerëzor, rritja e forcave, rritja e armatimit, fuqia e zjarrit, siç quhet në zhargonin ushtarak, dhe gjithë industria praktikisht që po ringrem Shqipëri, të gjitha këto janë për këtë arsye, praktikisht që të Shqipëria të jetë një hallkë e fortë dhe të ndërveprojmë sa më mirë me gjithë aleatët, ndaj janë shumë të dobishme dhe këto misione, ne kemi 500 ushtarak sot që flasim. 5 misione në mbar në 5 baza të Europës. Bazat e Europës, si kundër dhe oficerë shtabi në misionet tjera, qoftë të NATO-s, qoftë të OKB-s dhe VS. Ty vetë çfarë të ka mësuar puna me ushtarakët? Puna me ushtarakët më ka mësuar një... Apo ke qenë vetë me regjim ushtarak, kështu? Nga natyra e punëve të mëparshme, në fakt kanë përgatitur disi për sfida të tilla, por atë që kam vënë re është që paradoksalisht, përshtypja nga jashtë ushtarakëve është që janë një komponent i ngurtë, burokratik, monolitik. Ajo që kam zbuluar është që forca e Armatosur është ndoshta forca në rang republike dhe në rang administrate, e cila realizon më mirë modernizimin, transformimet, reformat. Kjo është mësimi i parë që kam mësuar gjithë këtë vit në detyrë, praktikisht që
reformat i zbatojnë më mirë këta që duken si të ngurtë, se sa ata që duken si fleksibël, po në fund janë të ngurtë. Ky organizim më bëri përshtypje sepse këtë radhë ishte për të marrë familjarët edhe doja të rregoj edhe unë këtë pjesën emocionale, po i kërkojnë ata kryesisht në këto misione të tyre që kanë kohë. Që është e vërteta janë misione nuk janë shumë afatgjata, pra janë disa mujore dhe që është e vërteta edhe rikthehen, pra kanë mundësi për të rikthyer. Për një shkëputje. Për një shkëputje, sidomos misionet që janë më afër. Kjo që ishte në Bullgari nuk kanë leje zakonisht, për arrin një 6 muaj të plot dhe gjykuam të rëndësishme që të vinin dhe familjarët. Ti vetë si do festosh vitin e ri? Me familjen. Me familjen, gjithmonë. Ky është rregulli. Nuk ka surpriza, ky është rregulli. Shumë e bukur. Wow. Bravo, bravo, shumë e bukur, bravo, bravo. Ikim tani se do na bëni me qajt edhe pak.